Partitë dhe kandidatët e pavarur fillojnë sot prezantimet e tyre zyrtare para votuesve në ditën e parë të fushatës për zgjedhjet lokale të vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut. Fushata zgjedhore që nis sot do të zgjasë deri mesnatën e 17 tetorit, e ndjekur nga një heshtje 24 orëshe para votimit më 19 tetor. Zgjedhjet lokale të vitit 2025 janë të tetat që nga pavarësia e vendit dhe të katërtat për të zgjedhur kryetar komune dhe këshilltar në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit. Votimi do të zhvillohet në 3480 vendvotime për 309 kandidat për kryetar komune dhe 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunale ose gjithsej 10.490 kandidat. Në zgjedhje do të marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, gjithsesi kandidat të pavarur. Qyteti i Shkupit ka më shumë kandidat për kryetar komune, gjithsej 16. Të drejtë vote në zgjedhjet lokale të këtij viti ka 1.832.415 votues, nga të cilët 1.717.803 janë brenda vendit, ndërsa 112.000 të tjerë janë të regjistruar në listën e posaçme të votuesve me persona që janë që regjistruar dhe punojnë dhe banojnë përkohësisht jashtë vendit, 2.162 votues që vuajnë dënime me burg ose para burgim dhe 450 votues që do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në azile pleqësh. Nuk ka votim në diasporë për zgjedhjet lokale, por nëse persona që janë të punësuar përkohësisht ose jeshtojnë jashtë vendit, udhtojnë në vend, ata do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Në 132 qendra votimi ka më pak se 10 votues, për të cilat votimi do të zhvillohet në qendrën më të afërt të votimit, si dhe 70 qendra votimi me mbi 1000 votues. Deri më 10 tetor, pacientët dhe të pafuqishmi që dëshirojnë të votojnë në shtëpi duhet të paraqesin kërkesa në komisionet komunale zgjedhore me dokumentacion përkatës. Votuesit që janë në arrest shtëpiak në ditën e votimit dhe që dëshirojnë të votojnë duhet të njoftojnë komisionin komunal zgjedhor përmes një përfaqësuesi të autorizuar jo më vonë se 3 ditë para ditës së caktuar për votim, 14 tetor.